Në krah të djathtë të ka shefin e partisë vet e në të majtin partnerën e koalicionit. Albulina Agjiut, Niko Qirllok i rat ju bëj veç të vetëve e drejtuesve të subjekteve të pakicave jo serbe. Me që liderët e partive kryesore opozitare nuk ke llogarisin për ushtruese të detyrës së presidentes. Edhe pa ta, takimi konsultativ u mbajt, megjithse nuk doli me asnjë rezultat. Kur presidentja përkohsh me doli, tha se për postin e shefit të shtetit duhet të mirën vesh gjithqysh, nga se qaren nuk e bëjnë as zgjedhjet e reja. Nëse nuk mund të merremi vesh sot, nuk kemi asnjë garanci se një palë zgjedhje të reja do të na bëjnë që të merremi vesh nesër. Jo më për parime, por drejt për emra të përvetshme konsensual u kërkua të flitet, gjërsa u paralajmërua një takim. Kryetari vetëvendosjes na tha, me LDK-n do të ketë një takim shumë shpejt. Për ata që po refuzojnë, u ngritën dyshime se kanë qëllim një kohë për zgjedhje. A duan që vendi të shkojë në zgjedhje në nëntor? Apo ka një plan tjetër? Unë nuk i kam shumë të qarta. Të paqartë thot se ka dhe qëndrimin e partive që i referohen se është hiq më shumë se veç deputete, duke u akujtuar se letra po i dërgojnë në cilësinë e ushtruese së detyrës së presidentes. Nuk ka kuptim që të premten me qenë ushtruese detyrës së presidentes e të hënën apo të martën jo. Kjo flet më shumë për mungesën e vullnetit politik se sa për paqartësitë kushtetuese që i kanë, por edhe një herë, ka shumë dekrete që i nënshkruaj. Dje, më herët, lirisht njërin prej tyre le ta zgjedhin, qofshin edhe këta për anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, sepse unë do të veproj, edhe le ta konfirmon gjykata kushtetuese nëse unë po bëj shkelje. Sugjerimin se çfarë të bëjnë i hodhën poshtë në Partinë Demokratike. Nga lëvizja vetëvendosje e as nga deputetja Agjiu nuk pranojmë as leksione politike, as leksione morale. Ata janë shkelës serik të kushtetutës. As PDK as Alianca nuk pritet që të takohen me kryetarin e vetëvendosjes për çështjen e presidentit, e nga Lidhja Demokratike nuk konfirmuan se kur do të ndodhë ky diskutim sy më sy.